Dita ka nisur më ëmbël se kur me një moment të veçantë që moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit e saj. Në profilin e saj në Instagram, ajo ka publikuar një foto të mrekullueshme të vogëlushes Luna Mari, e cila është kthyer tashmë në rrezën e diellit të mëngjeseve tona. Në foton e fundit që ka emocionuar ndjekësit, Luna shfaqet e ulur në karrocën e saj, me një bukë në dorë dhe faqet e buta të mbuluara me thërrime, një pamje që të bën të ndalosh dhe të buzëqeshësh pa vetdije. Kiara e ka shoqëruar këtë foto me përshkrimin Luna dhe Buka Part 2, duke sjellë një vazhdim të ëmbël të momenteve të mëparshme ku vogëlushja e saj është parë të shijojë me dashuri copat e vogla të Bukës. Fytyra e Lunës është mbushur me pafajësi dhe buzët e saj të vogla tregojnë për një mëngjes të thjeshtë por të mbushur me dashuri. Duket se për Kiarën, çdo ditë e re është një arsye më shumë për të ndarë dashurinë e saj të pafund për Lunën me të gjithë. Kjo foto, ashtu si të gjitha postimet e tjera të saj, është përjetuar nga ndjekësit si një ngrohtësi shpirtërore dhe një kujtesë për bukurinë e gjërave të vogla në jetë. Komentet e shumta që kanë vërshuar nën këtë postim tregojnë se Luna jo vetëm që është shumë e dashur për familjen, por është kthyer edhe në një ikon të vogël dashurie dhe ëmbëlsie për të gjithë publikun. Një nga komentet që ka marrë më shumë pëlqime thoshte, me këto faqet e mbushura me thërrime, Luna është si një ëndër e bardhë që ka zbritur në tokë për të na gëzuar të gjithëve. Kjo është një tjetër ditë që ka nisur bukur fal një pamje që përcjell dashuri dhe jetë të pastër. Kiara, si gjithmonë, arrin ta kapë në mënyrë të përsosur çastin, duke ndarë me ne një copës nga jeta e saj e përditshme e mbushur me ndjenja. Luna Mari është bërë drita e syve të gjithëve dhe ne mezi presim për momentin tjetër që do të na bëjë të buzëqeshim sërish.